Shikuzë shumë më thon bravo ja ke qellu. Mua po, se unë gjithmonë janë qëlloj. Kërkesa. Mua thonë ti vetë një koment që e marrë në rrugës. Njerëzit që na shohin ose të kritikojnë për çastet që ki ose të lavdojnë për pozicionin që e marr. Fidan, se të temë. Jo, nuk e keni qelluar ndonjëherë se po thonë që mua më thonë gjithmonë. Të kthejmë debatën edhe pak te pjesa që mendoj që është me interes për publikun. Faleminderit, është një simil interesit publikut, Zotjani. Vëmendje ju lutem gjithë se është të fort për interesin e publikut. Për besu, në vish për interes publikut, se për interes tonë... Mund është tash me nga të regu dhe neve qka është një interes publikut. Qka ku më të kallëzu, Qka ke për folë tash që ti në shumicën e raseve je informacioni dhe më thonë, është qatë të ty të pretë. Unë e flasë për publikun, që e ki një co vak më mgunë edhe të kallëzajt, që se ki, unë edhe nojnë. Ose me përkthy ndryshe, po flasë për publikun se ti i ditë. Absolutisht. Ideja është, na këto ditë kemi pas një deklaratë të Zotit Kurti, e që u marë pak metalli, e tha atë Gjermanin, pedini ato Gjermanin, shqiptare, amerikani, edhe po pedini ato që kishë me ardhë në Kosovë në qofë se i bjenë. Rusia. Në qofë se i bjenë Rusia. Qa që sigurt na. Hajde, okej, ajo mu më vjen keq pe bashkëdhetarëve tonë, mërgjimtarëve tonë që